Përshëndetje. Ja ku takuam përsëri në bashkëbisedimin e javës për të folur për problematika të cilat të shqetësojnë ose duan të kuptojnë qytetarët shqiptar çfarë ndodh në Shqipëri, qoftë në çështjet civile, administrative, penale e kështu me radhë. Duke qenë që jemi sot jemi në këto ditë ka qenë si shqetësim ose si temë ditës çështja e Sazanit, çështja Zvërnesit. Unë sot po flas me ju për Zvërnesin. Si dhe çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh në Zvërnes. Tashmë është bërë publike fakti që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka prekohisht ka nisur procedurat ose më saktë ka premtuar kompanive të huaja, të cilët nuk dihet ku, si dhe nga i kanë të ardhur burimin e të ardhurave të tyre, ose nga janë vetë këta investitorë, të bëj pjesë të investimeve në Shqipëri. Kjo po ndodh edhe me Zvërnesin. Zvërnesi prej disa kohësh është kthyer në qendër të vëmendjes për shkak sepse këtu ka ardhur, pra në Vlorë, në Shqipëri, ka ardhur vetë vajza e presidentit të SBA-ve, Ivanka Trump, e cila bashkë me bashkëshortin e saj do të investojnë në zonën e Zvërnesit apo Sazanit miliarda ose do bëjnë rezorte turistike dhe do zhvillohet zona e kështu me radhë. Padyshim që askush nuk është kundër investimeve, kundër biznesit dhe kundër zhvillimit, por ka disa kritere dhe padyshim ka edhe disa norma juridike që ndalojnë ose kërkojnë transparencë për sa i përket investimeve publike. Tashmë ditë e fundit shumë protestues, jo vetëm nga Vlora, por edhe nga qytete të tjera, protestojnë në Zvërnes sepse aty është rrethuar një sipërfaqe prej 800 hektarësh me tel. Me tel me gjemba, me gardh dhe kështu me radhë, pra një përforcim i madh, dhe nuk lejohen qytetarët të shkojnë në zonën e plazhit. Që të ndalosh qytetarët të shkojnë në plazh, padyshim sepse do i bëj dikush do investoj aty, padyshim është jo ligjore. Jo ligjore sepse plazhi, rëra e detit është publike dhe nuk mund të jetë private. Pra duhet të ketë një rrugë kalimi që qytetarët të shkojnë në plazh. Përveç faktit që aty do investohet e kështu me radhë. Por çfarë ka ndodhur si është realisht situata në këtë zonë? Autoritetet, qoftë kryeministri, qoftë Bashkia Vlorë, pretendojnë se aty do ndërtohet një rezort i madh dhe investimi do jetë miliarda dollar, padyshim dhe do ketë mira e mira të punësuar dhe do jetë një zonë në zhvillim. Po, dakord. Por pyetja që shtrohen në këtë rast është kjo. Kush është pronari? Si e ka përfituar pronari privati këtë tokë, pra rërën e detit dhe gjithë pjesën ranishte prej 15 kilometrash? Kush janë investitorët që këta na i prezantojnë si strategjik të fuqishëm e kështu me radhë dhe burimi të ardhur atyre investitorëve. Pra këto janë pyetjet që bëhen. Padyshim është shumë e rëndësishme edhe fakti që dhunohen protestuesët, tërhiqen zvarr, goditen, kjo është skandaloze, është diçka tjetër, por unë nuk do ta fokusoj fare çështjen të dhunimit protestuesve, sepse kjo është është shumë e rëndë, po unë nuk dua aty, sepse nuk dua ta spostoj vëmendjen e njerëzve tek protestuesët. Pra,
tek dhuna që është përdorur ndaj procesit. Dua pikërisht të qëndroj pjesës së pronës së tokës publike. Aty është rrethuar rreth sipërfaqe për 300 hektar. Tani është privat, thot kryeministri. Po mirë, pyetja që bën vetes kryeministri, po dhe ligjet, po deshët ju, është si ka mundësi që rëra, ana e rëra e detit që nga private. Pra kaq nuk I ka thirr ky logjikës ti, nëse po e marrim të mirëqen që është tokë private. Se ne unë për vete di të vërtetën, po flas për shpjegim për ju, të kuptoni. Ranishtet aty nuk janë tokë private, nuk ka se si të jenë tokë private. Sepse që në kohën e mbretërisë ka patur një ligj që çfarë ishin toka 100 deri në 1 kilometër nga ana e detit Varre nga gjeografia kjo, do ktheshin, ishin toka shtetërore. Edhe ata që kishin aty afër detit, I shprehsojnë kohën e mbretërisë dhe kaloi toka shtetërore dhe ato pyllëzuan. Keni pyllën sodës, keni ish golemi në gjitha me radhë. Dhe nuk ishin private, nuk ish tokë private pra. Zvërnesi nuk është tokë private, është tokë shtetërore, është shtet. Dhe u la, prandaj ish lënë apo safat zonë mbrojtur. Siç është Divjaka e kështu me radhë. Dhe në kushtet që është përpara kësaj pengese ligjore, kryeministri nuk mund na tregojë ne që është tokë private, absolutisht jo. Prandaj mos u bëni pjesë pre e propagandës së kryeministrit, o njerëz. Se kryeministri është pjesë e mafjes. Është pjesë e organizatës mafioze, se është I kapur që në 2013 nga mafja, ata që sollën në pushtet mafja e solli, dhe kryeministri është pjesë e mafjes. Mos u bëni pre propagandës së kryeministrit. Dhe as sekretari si idiotet bashkisë Vlorë, që tregon merr ca fshatar ignorant patronazhist llum nga Zvërnesi, që s'ka asnjë lidhje, po ç'lidhje ka fshatari Zvërnesit me tokën atje? Ç'lidhje ka dhe u thot atyre, I thoni ju që ne jemi të kënaqur që ta marr I uoj tokën. Po le të kthehemi pak tek pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme. Kush janë këta që do investojnë aty? Kush janë këta që do investojnë aty? Në bazë të Corporation Albania, gjendet aty, janë 2 investitorë. Janë një rus edhe një bullgare. Rusi është 35 vjeç, identiteti së thënjeshi, dhe Bullgaria është 38 vjeçe. Dhe thonë do investoj 4 miliard. Një shoqëri që ka themeluar në gusht të 2024-s. Dhe këta kompani kanë në deklarimet e tyre kanë deklaruar $5.000. $5.000. Do investojnë 4 miliard. Po mirë. Para njerë, si ka mundësi mor, një 35 vjeçar nuk I del as ta koha mor, që kur ka lindur, sikur të ketë nisur të punoj, që 1 vjeç, që sa ka lindur, nuk I bën dot, nuk është e mundur të I bësh $4 miliard. Apo do euro. E kuptoni njerëz? Apo lek, po deshet. Që këtu vinera kjo, që këtu vinera mafje, që këtu vinera korrupsion. Sepse që në këtë moment, prej ditës që kjo çështje ka dalë në sipërfaqe, duhet kishte ndërhyrë prokuroria e posaçme. Në momentin që nuk ke prokurori të posaçme, që paguhen, ata paguhen pikërisht për këtë gjë. Domethënë prokurorët e posaçëm paguhen pikërisht për këtë lloj korrupsioni. Të nisin, shërbimi informativ do t'jap informacion, të gjitha shërbimet në këtë vend do t'ja informojnë kush janë këta që do investojnë në Shqipëri. 35 vjeçari me 4 miliard do investojnë në Shqipëri. Kaq, që këtu. Dhe si ka mundësi të në një tok të mbrojtur, kryeministri, dhe jo po, me keqja është sepse kjo është rrethuar para se të dalë leja. Kjo është e keqja. Dhe leja s'ka dalë akoma. Nëse do të futemi të gjitha mbledhjet e qeverisë dhe lejet që ka dhënë kryeministri për muajin prill, asnjë vendim nuk ka për këta që do të ndërtojnë Zvërnes.
për të kompani. Pra ata kanë zënë tokën, e kanë rrethuar përpara se të dalë dhe leja, nuk po hy, e ka përsyer me këtë pjesën që ka marrë te privati, dhe përsëri ata operojnë si organizatë mafioze. Një kompani që operon në këtë mënyrë është kompani mafioze, dhe unë vazhdoj të them, kam thënë dhe vazhdoj të them që mafja e tokave në Shqipëri është mafja më e rrezikshme. Gjithë ulësira perëndimore e Shqipërisë sot është zaptuar nga krimi dhe mafja, qoftë shqiptare, qoftë ndërkombëtare. 35 vjeçari me 4 miliardë do investojnë në Shqipëri. Kjo është e vërteta. Në kuptoni? Prandaj njerëz, mos u bëni pre e propagandës, e diramës, që do dalë përsëri nesër e pas nesër do nxjerrë dhe këta idiotët, dhe të thotë që tokë private. Pyetje ka që bëni, po ku e gjeti privati kur ajo tokë nuk kthehet? Ajo tokë nuk kthehet, ajo tokë është marrë me mashtrime, është e njëjta tokë që ju dha General Lisit për korrupsionin. Është e njëjta tokë që ju dha General Lisit, atij generalit korruptuar italian, i cili bënte sikur nuk shikonte mafien shqiptare e cila bënte çfarë donte në jug të Shqipërisë me parcelat e mbjella në 2016-2017. Po, është ajo e njëjta është. E njëjta tokë. Pra atje ka marrë General Lisi. Kjo është. Po kaq naiv të jeni mo njerëz, mos të kuptoni që rëra e detit nuk është tokë private, që 100 metra dhe 1 kilometër nga deti nuk është tokë private. Kaq nuk e kuptoni dot. Po duhet bëni pjesë e propagandës. Por mund të jesh i majtë, mund të jesh çfarë dush, por mund të jesh i ndershëm, pse do të jesh servil? Ti je servil i një kryeministri që jep tokë ka Shqipëria. Nuk kemi kundërshtim pse jeni të majtë. E pse jeni socialist, komunist, bëni çfarë doni more, e kupton? Po si mund të japësh toka copa Shqipërie 35 vjeçarëve të cilët do investojnë në Shqipëri? Kjo është e gjithë. Si ka mundësi, kaq? Është një çështje që kam unë në Karavasta, kishin rrjedh 300 hektar, këta me dokumenta falso. Një tokë që e kishte lënë deti, atë, kishte trequr deti. E kuptoni? Ata kishin bërë se kishin tokën e tyre gjyshi 45, po deti ishte në 45 ishte det, ishte ujë. Deti ishte tërhequr pas viteve 50-60 e kishte lënë. Dhe ata kishin bërë me dokumenta falso. Ndërhyra unë, kryeministrit nuk mori masa, ndërkohë krimit ekonomik asgjë. Detyrova që çava gjykatë, unë që tani gjykata i ka nxjerr tokën dhe dokumentat falsifikuara kështu me radhë dhe dua marri. Padyshim do heqi, se s'ka mundësi ta lëri. E njëjta gjë është, e njëjta gjë ka ndodhur. Kryeministrin mos e besoni, është thjesht një mashtrues ordiner, është kryetari i organizatës mafioze. Po mësoni një herë mo njerëz. Është kryetari i organizatës mafioze e qeverisë shqiptare. Qeveria shqiptare është organizatë mafioze. Nuk është qeveri për popullin. Se s'do të bëj populistin këtu. Absolutisht, se s'kam asnjë lloj interesi, më flas për ju, o marr drejt ju marr. Unë tokat e mia kam marrë dhe do i marr, do vazhdoj t'i marr, se m'do kokra, sepse i marr me zotësinë time që i marr. Jo nuk ja vjet njeriu. Po ju tokat tuaja publike që do të janë tuaja, do edhe ju alini t'i marrin badakçit. Dakord? Kjo është. Mos lejoni asnjë dhe mos besoni as media, çau gënje gazetarët analistët. Nuk ka tokë private atje, sepse nuk ka si tjetë. Nuk ka pasur tokë të sekuestruar. Të sjellë një dokument vetëm, pronarët atje, një dokument vetëm, pronari që ka pasur tokë atje. Dhe unë do ai dorë në të gjitha këto dhe do kërkoj falje publike kryeministrit. Të gjej një dokument që ajo tokë atje ka qenë sekuestruar në vitin 45 nga regjimi komunist, familjarëve, njerëzve kështu me radhë. Dakord? Prandaj që ju trushplar, që nuk kuptoni fare, doni që të vjedheni, sepse jeni robër, jeni sklever të 500.000 lekëshit që u jep kryeministri, juve apo familjarëve tuaj dhe të pranoni çdo lloj idiotlëku që ai thot. Çdo lloj mashtrimi që ai ju bën, mashtrimi publik që ai ju bën.
Po ka që për një pyetje, këto dy pyetje për një kryeministri. Si ka mundësi që rëra e deti që nga tokë private? Kur kryeministri di këtu kontrollon dhe gjën e bregve të grave që kanë këta, shqiptarët të përshpira, apo bregve të tyre. Dhe nuk di ka që ajo toka ati është mashtrim. Dakord? Dhe nuk di ka kryeministri, nuk i di ka që këta investitorët të rusë e bulgar, që kanë 35 vjeç hykat e miliarderët. Pa dhe të, ti se 80-70 do të besonim. Po jo 35 vjeçari, në 2024 ka qenë 33 vjeçaj, kur ka hapur atë kompaninë, që ka regjistruar kompaninë në qendrën e biznesit, kombëtar biznesit. Dakor të? Ato e aparate korrupsionit tuaj, ato i do investojnë atje, nuk e një tjetër. I aparate korrupsionit qeveritar dhe të korrupsionit të call centerave, të trafiqeve, të çdo lloj gjëje, të korrupsionit lokal. Çfarë them unë ty që është bërë këtij vendi këto vite? Atje janë, do vënë zvërnes, të investojnë. E ju do fryni syt. Ju do mbeteni përsëri të varfër dhe ju do largoheni përsëri siç jeni larguar nga Shqipëria, ja larguar fëmijët një përmbesa çka keni, ju votoni si dele ju. Dakord? Dhe dëgjoni nesër kur të mashtroj kryeministri bashkë me ca analist në media, që do dalin e do thonë në shtok private, investimi, bla bla bla, e kësaj natyre. Edhe do mbushin ju, do flini rehat me barkun bosh, pastaj me propagandën të ngopur. Dëgjojeni kryeministri. Nesër do rregulloj mira i live në orën 10 do mashtroj pa merak. Për tokën private atje. Po ju juve që futeni edhe nuk lini gjë, për ne që flasim të vërtetën dhe duam kombin, kuptoni që do të na respektoni në jemi sa shqiptar të mirë që flasim në këtë vend, se askush nuk flet. Të paktën të heshtni, jo të na shani ne që flasim. Të heshtni të paktën, mirë që nuk na mbështesni, po të paktën të heshtni juve. Që jemi sa njerëz që flasim për interesin publik. Dhe ju nuk na lini as të flasim. Sepse jeni mësuar të tillë, ju jeni farkëtuar me duke dhunuar tjetrin mos thot atë që ndjen ose mos thot vërtetën. Jeni farkëtuar more, kuptoni? Mirë që nuk protestoni, mirë që jeni kthyer në sklever dele të lumtur. Jeni sklever të lumtur. Dhe nuk lini, po se lini as protestoni të paktën. Se protestojmë dhe për ju ore, që mos u vitet se e prona publike s'është e imja, as e atyre që protestojnë. Është e të gjithëve juve bashkë. Edhe juve orë të majtëve që meni atë 500.000 lekë si kavi atje, të bashkia, tek qeveri, tek administrata publike. Kjo është. Hajde tani, rini, flini rahat dhe dëgjoni lloj djotësirash. Hajde miru pafshim dhe futu shani mua tani. Këtu se nuk keni punë tjetër, ju vetëm ju nuk merrni me ato që themi ne, ju merrni me ne. Kush jemi ne? Po kush jemi ne? Ne jemi bejler që na ka rënë fati i keq që ta duam këtë vend më shumë nga ju, sklevrit. Ja kjo jemi neve. Ne, bejlerëve, na ka rënë fati pasarzve, bejlerëve, që ta duam sepse me kemi të injektuar dashurin për kombin, dashurin për radheun, dashurin për tokën, për pyet, për bregdetin, për çdo gjë në këtë vend. Dhe ta duam më shumë nga gjithë juve, dhe të flasim më shumë nga juve. Na ka rënë fati keq në bejlerëve. Çfarë ti bëjmë ne tani? Na ra fati që për shtetin 12-ën, na ra fati bën luftën e parë botërore, na ra fati në 20-ën ndërtuam bëm luftën e Vlorës e kështu me radhë, ndërtuam qeverie, ndërtuam themelet e shtetit shqiptar. Na ra fati, nuk kemi çfarë të bëjmë. Na ra fati ta duam vendin më shumë nga ju sklevrit e lumtur. Që ngopeni me dhallën e kosin e flini gjumë në darkë. Ja, ky është fati jon i keq. Na ka dënemi të dënuar nga Zoti që ta duam, nga fati që ta duam Shqipërinë më shumë nga ju. Prandaj ne flasim. Dakor të? Hajde tani dhe vazhdoni shani mua tani.